Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të mjaft të bukur u thot sahabeve: la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalihi, askush prej jush nuk do të futet në xhenet me punët e tij. Askush prej njerëzve në përgjithësi është kuptimi më i saktë, nuk do të futet në xhenet me punët e tij. Sahabët i thanë: "Wala anta ya Rasulullah?" As ti o dërguar i Zotit nuk do të futet në xhenet me punët tuaja, sepse punët e Profetit alayhis salam në raport me Allahun xhaleshan nuk kishin krahasuar me njerëzit. Ati ju hejtishin këmbët në natën namazin e natës. Tha wala ana, asu nuk kam për të futur në xhenet me punët e mia. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmeti. Vetëm nëse Allahu do të më mëshirojë me mëshirën e tij, atëherë mund ta meritojmë xhenetin. Pra do të thotë që vetëm në këtë formë mund të meritosh xhenetin ti, duke të mëshiruar Allahu, jo për shkak të punës, jo për shkak të namazit tënd, ama duke fal namazin, duke bërë punë që kënaqen Allahun, ne tregojmë robërinë ton, përgjërimin ton, varfërinë ton, dobësinë ton, që të na vlerësoj Allahu xhaleshanu, sepse Allahu e vlerëson ka shumë një njeri që e pranon ka Allahun Zotin e plot fuqishëm, që pa të asgjë nuk mund të ndodhë në jetën e kësaj bote, dhe ti e pranon këtë, atëherë merr vlerë si njeri në pozitën dhe të larta pranë Allahut subhanahu wa taala.